Të vendosë ndonjë mjet eksplodues, mund të ndodhë ndonjë ekses dhe në aspektin asoj kemi qenë shumë të kujdesshëm. Ndonjë përgatitje për trazir, që duni me intervenu dikon me parandalu ndonjë trazir, a keni pas si situata? Njoftime ka qenë që ka reagime, që mund të ketë tensione në kuptimin asaj, padyshim që na dashur të jemi të kujdesshëm, sepse kemi qenë të vetëdijshëm në çfarë rrethonash po shpallet pavarësia e vendit. Mirë. Nes rrethona E përmenet njënën prej paralajmërimeve të rrezikshme ka qenë që polici sërb Kosovës do ta lëshojnë policin. Çka kanë qenë paralajmërime tjera më të rrezikshme, për shembull, për çka jeni përgatitur ju, për çfarë skenari jeni përgatitur? Jena përgatitur për skenara të ndryshme të tjera. Kemi qenë të vetëdijshëm që ne elementet ekstremiste, kriminale, në ato rrethona dhe kushte çfarë ishte, në atë kohë kur ishin masovikisht qytetarë të vendit, duke manifestuar që elementet e tilla mundën me krijuar kuptimin ndonjë rrethonë të pakëndshme në aspektin e sigurisë. Po mund të kuptohet të vendosë ndonjë mjet eksplodues, mund të ndodhë ndonjë ekses dhe në aspektin asoj kemi qenë shumë të kujdesshëm. Policët e vendit kanë qenë mirë të njoftuar dhe ata kanë bërë angazhimet e tyre, po t'ju them. 14 vjet pas, a kemi paralandalu ndonjë prej këtyre skenareve që i përmende? A mundesh më na tregu, a është parandalu ndonjë prej këtyre? Padyshim që është parandalu. Çka? Sigurisht që policët për 14 vjet në shumë nga grupet kriminale, grupet ekstremiste. Jo, për çfarë ditë? Jo, s'po më intereson 14 vjet. Për ditën e pavarësisë, a keni parandalu ndonjë ekces që ka pas me ndodhur? Vetëm për çfarë ditë? Ditën e pavarësisë nuk ka pas eksese. Mund t'ju them bile kemi pas edhe s'ka pas as gati krime. Na e dim që s'ka pas, po policia ka gjosa me i marrë vesh ma herët, a ka parandalu diçka që ka pas plan me ndodhë? Nuk kemi pas rast. Nuk kemi pas. Ju them vërtet. Normal që ne kemi qenë absolut shumë të angazhuar, por nuk kemi pas, na kemi qenë përgatitur, por s'kemi pas një rast të tillë. Më kujtohet prej mediave të huaja që patën ardhë në Kosovë atë ditë të e prish shpalljen e pavarësisë, pritshin me pas fotografi të sërbëve, qytetarëve sërbë që e lëshojnë Kosovën. Pse nuk ndodhi që kjo për shembull? Po nuk ndodhi sepse rrethonat janë krijuar. Angazhimi ka qenë, ju dini, se di ka pas edhe paralajmërime të tilla, vërtet masovikisht largimin e pakicës sërbe nga Kosova, por ajo nuk ka ndodhur dhe na kemi qenë të përgatitur në aspektin e sigurisë në ato rrethonë. E di dhe më kujtohet fare mirë kur nga faktorë ndërkombëtar me ftonin dhe bënin presion tek unë që po bojnë presion qytetarët duke lëvizur masovikisht dhe provokime me flamuj, ju lutem, atëherë flamuri kombëtar nuk ka qenë fare e vërtet. Qytetarët ka manifestuar gëzimin për atë që po ndodh, edhe ne kemi udhëzuar policë në terren që të janë të kujdesshëm, të kërkojnë nga qytetarët që ata të janë të kujdesshëm